Shikues të dashur, është kënaqësi që edhe pas një dite agjerimit takohemi së bashku, duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na pranoj punë dhe ibadetet të cilat I kemi bërë, dhe të na forcoj në ditët në vazhdim. Njëkohësisht lutem Zotin fuqiplot që të na jap bereqet në trajtimin e temave të cilat jemi duke I trajtuar së bashku me mysafirët tanë. E sonte kemi një mysafir të veçantë, të cilët fillimisht I dëshirojmë se ardhe e pastaj shpalosim temën për cilën do të flasim. Hoxh, mirë se vjen. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që edhe sonte jemi së bashku në këtë Ramazan dhe në këtë studio. Po, elhamdulillah që Allahu na ka mundësu që ta presim përsëri këtë Ramazan dhe jam po ashtu edhe unë I privilegjuar që jam musafir I sërishëm sepse kjo në vetvete ngërthen që jeni miratuar në vitin e kaluar për rolin e një moderimit të emisionit cilat si familjar dhe si qytetar, si besimtar, para se t'jam si hoxh, e di se kanë pas shumë efekt dhe shumë vlerë në vitin e kaluar dhe Ramazani ka qenë shumë I veçantë në përgjithësi me emisionet e PIS TV-s, por një sharm të veçantë I keni dhënë edhe ju. E shpresoj që të mos ja prishim ngjyrën e bukurisë këtij emisioni. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të bashkëbisedosh kur I kemi mysafirët e mirë, Zotën e Madh ju shpërblej. Hoxh, historia e njerëzimit është e pashkputur, madje mund të llogaritet edhe si bazë e historisë e njerëzimit, njerëz të veçantë, të cilët Zoti fuqiplot I dërgoi në çdo kohë dhe tek çdo popull që t'i orientoj ata, t'i drejtoj ata, t'i mësoj ata, t'i përkujtoj ata dhe t'ua bëj më të lehtë arritjen e synimeve dhe qëllimeve në jetë. Pra, ata ishin të dërguarit të Zotit. Kush janë këta dërguar dhe me çfarë misioni erdhën këta? Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dërguarit Allahut janë qielli në tokë. Ata janë njerëzit nga lloji jon, por që e bëjnë ndërlidhjen e qiellit me tokën, e bëjnë komunikimin prej Allahut xhalla xhelaluhu tek njerëzit në gjuhën e popujve, në gjuhën e njerëzve që ata kanë jetuar, dhe kur e themi në gjuhën nuk është vetëm aspekti lingvistik, por është edhe I mentalitetit dhe I mendësisë. Zoti xhalla xhelaluhu ka zgjedhur që në për etapat kohore të ndryshme të historisë së njerëzimit të dërgoj profet të ndryshëm, madje mund të jenë brenda një populli ose komuniteti disa profet në periudha të ndryshme, e ndonjëherë ka rastisur që të jenë brenda një populli dhe janë takuar ata dy profet në jetë, por ndoshta kanë pasur vise të ndara të thirrjes dhe kësaj ata kanë kompletuar punën e njëri tjetrit dhe profetët ishin një familje. Një familje, thot I dërguari sallallahu alaihi wasallam, në kontekstin konkretisht kur përgjigjet sahabëve dhe të tjerëve në fakt për t'ju bërë të ditur se kush është Isaja a.s. Përderisa dihet se dikush e glorifikoi përtej asaj që ishte, pra në kuptimin jo ndoshta po e them me dashakeqësi, por megjithatë njerëzit janë njerëz, hyj është hyj, ati është atë, Zoti është Zot, Allahu është ai, pra I cili lem yelid wa lem yulad wa lem yakun lahu kufuwan ahad. As nuk e ka lindur askënd, as ai nuk është I lindur prej askujt, dhe ati askush nuk I përngjan. Lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, sikur ai nuk mund të jetë askush. Andaj çfarë do varianti kur dojmë ta ngrisim dikën, duhet ta lëmë në epitetin ku ai është, sepse ashtu e lavdrojmë. Unë po të them tash blerimi është prej hoxhës së madh, prej hoxhës së dishëm, prej hoxhës punëtor. Nëse dëshiroj tash të them je profet, atëherë kam filluar të fyj.
sepse kam dalë prej botës origjinale ku ti mund t'jesh dhe pastaj kalojmë në gënjeshtër, ose them je një astronom i madh apo t'jesh një mjek i madh e tjera. Pra, të lavdrohet njëri brenda kufive dhe suazave kuaj është normale. Dhe në këtë rast i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, ne jemi më meritor që të lavdrohemi me Isain alayhis salam. Thot dhe këtu është ajo fjalia që tash na intereson, thot ne thot profetët jem bi të themi të vlezër. Ebnau allat ose illat në hadithet, ne jemi sikur t'jemi vlezër në kuptim, pra madje thot nënat mund të jenë të ndryshme, por fen e kemi të njëjtë. E këtu dietarët kanë aluduar nënat, nuk është qëllimi vetëm nënat biologjike që i kanë lindur ata, por eventualisht edhe aspekti ligjor, legjislativ, mund të ketë dallime nga populli në popull, nga gjenerata në gjenerat, por fen e kemi të njëjtë. Pra të gjithë pejgamberët ishin? Të gjithë ishin musliman. E kur e them musliman, dikujt tash mund t'i duket të përvetsove këtë emër, dhe tash po dëshiron, pse s'thua pra të gjithë pejgamberët ishin krishterë, ose ishin hebrej, ose ishin, jo për tjetër, nuk e kanë pasur të ndaluar as komunitetet tjera ta quajnë se ishin musliman. Pra ata ta kanë mund të quhen, nuk është se e kemi uzurpuar këtë emër, po të mos e kishin ata emrin ndryshe, ne do ta kishim ndryshe në këtë rast, ose të ishte ta kishin marrë ata emrin musliman, ne pra do të quheshim krishterë. Jo. Po të ishin ata musliman, ne do të ishim musliman. I bie se fjala muslim ose islam në përgjithësi është nënshtrim, dorëzim te Allahu xhalla xhelaluhu dhe nënshtrim me paqe. Është nënshtrim, domthonë fjala paqe inkorporohet në mënyrë të vullnetshme që Allahun e njohim për Zot dhe atij i falemi, atij i kurfalemi e tjera. Dhe derisa jemi të tillë, atëherë ky është edhe profetin në përgjithësi, të mendohet se unë dhe ti jem të nënshtruar ndaj Zotit, e profetës kanë qenë, atëherë i bie se po i denigrojmë. Pra, nëse ne jemi të nënshtruar dhe ky nënshtrimi jon quhet Islam, musliman, atëherë profetët rebel ishin? Jo, edhe ata ishin të nënshtruar dhe ata ishin musliman. Dhe këtë e vrejmë edhe në për thirrje të tyre të ndryshme, për shembull kur Jakubi alayhis salam i tuboi fëmijët e tij që ishte dertin më të madh, jo me çfarë do të jetoni, çfarë idare do të keni, po ma ta'budune min ba'di, çfarë do të adhuroni pas meje. Kjo është detyra një prindi misionar. Ata kur i thanë ne do të adhurojmë çfarë? Ilaheke wa ilahe abaike. Ne do të adhurojmë Zotin tënd, i cili është edhe Zoti i prindve tu, që ai i përmendin pra Ismailin, Ishakun dhe vet Ibrahimin alayhis salam, do të thonë që e përmendin pra babën e tij, pra gjyshin e tyre, përmendin agjen, përmendin gjyshin esencial Ibrahimin alayhis salam, edhe që është një Zot i vetëm, wa nahnu lahu muslimun. Ne jemi ndaj tij musliman, jemi të dorëzuar, jemi të nënshtruar. Pra kanë përdorur këtë shprehje, dhe kjo shprehje pra është përdorur nga ata para se të vijë në jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu nuk është që dëshirojmë të uzurpojmë emrin, po ata të gjithë kanë qenë të nënshtruar ndaj Zotit. E përmendni se në këtë rast derti dhe branga e Jakubit ishte se kanë do të adhurojnë pasardhësit e tij. E në këtë rast po flasim jo vetëm për në aspektin e atij si dert për prindin, tash po e zerojmë pak aspektin e përgjegjësisë edhe të detyrës tonë të thirrjes ndaj të gjithë, ndaj secilit dhe për të gjithë. Pra sa është e rëndësishme që njerëzit sot ta njohin këtë vërtetë, ta kuptojnë këtë vërtetë se të gjithë pejgamberët e Zotit ishin pra njerëz të nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala me terminologjinë universale, nëse mund të themi, e që është Islami. Po sa duhet të zgjoj ky interesim ndaj dikujt i cili ndëgjon, edhe ndoshta qoftë për herë të parë, qoftë dikujt i cili e ka të ndëgjuar dhe ka të trashëguar si njohuri.
po të ndodhte kjo që ju thoni njerëzit nuk do të ishin të ndarë, nuk do të ishin të përqarë, nuk do të ishin të polarizuar, të ndarë, pastaj edhe të luftuar. Sot i dëgjojmë më shumë se kur thirrjet për një unifikim të besimeve abrahimike që quhen. Kjo dhe në aspektin politik zë vend shumë në nivelin global edhe të geopolitikës dhe strategjisë ndërtimit të raporteve ndër njerëzit. Pra, sikur të kuptoj kjo drejt, kjo i bie se është gjithçka në rregull. Dhe në një farë forme, nëse ndonjëherë do të uleshin dhe do të diskutonin për ndonjë farë unifikimi, ta quaj, të qëndrimeve dhe të bazave, duke pas parasysh edhe kronologjinë, pra po e them, të mos kuptohemi keq, se unë e di se unë jam hoxh, ti je hoxh, dhe sigur na duket që ndoshta ujin e çojmë ne me dashje dhe pa dashje te mulliri i Islamit, por ne nuk jemi hoxhallar pa hiri, nuk jemi nga mosvetdia, të vetdijshëm dhe të pjekur, kemi shkuar të studiojmë dhe jemi të bindur në këtë, andaj edhe do ta themi, derisa jemi pasues të profetit të fundit, përparësisht se në besimin ton futen të gjithë të tjerët. Ndërka që po të ishe më herët i bie se ki ndërprerje në zinxhir. Kjo është sikur ti jesh shtëpia fundore në katundin tënd, ku arrin për shembull energjia elektrike. Pra ti je i lidhur në shtyllën, në banderën e fundit. Kjo i bie se rryma për të ardhur te ti ka lënë të gjithë. Në për të gjithë. Andaj po të kesh ti rrym, i bie se të gjithë kanë rrym. Kur ti mos të kesh rrym, i bie se të tjerë mund të kenë, e ti mos të kesh. Pra i bie se për afrim dhe solidarizim, duhet të na afrohen të tjerë. Do të dalësh në fund. Për të dalë në fund dhe për të qenë gjithë përfshirës. Kësaj pra i bie se me njoft Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i bjen me respektu fuqishëm Musain alayhis salam. I bjen me respektu shumë fuqishëm Isain alayhis salam. Imagjinoje pra, le që kem sure të Kur'anit të përmendur këta profet në forma dhe mënyra të ndryshme, por ata marrë mendja pra në librin e Allahut, në të cilin ose i cili është zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, emrat e këtyre dy profetëve përmenden më shumë se emri i vet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Është e veçantë çfarë thuash për dialogun ndërfetar më shumë dhe me gjërë, me shumë zemërgjërsi se kaq. Po ta njihnin njerëzit këtë, nuk do të ndiheshin të nevojshëm të ndihen të përqarë. Në një farë forme, po të marrë një shembull, nëse një familje zgjeruar që ki disa antarë të familjes, ke nevojë për një automobil. A do të blesh një automobil të vogël apo një më të madh? Do të mundosh të kesh një më të madh. Me 7 ulësi, sepse jemi 6 antarë. E pse kjo ulësja 7, po aq janë. Po ta merje me 5 ulëse, i bie se dikush do të mbetet jashtë. A do të thotë ti që çdo herë udhton me ata 7 antarët ose 6 antarët? Jo. Por e rëndësishme është që kurdo kjo ti përfshin të gjithë. Po ta merje një vetur të vogël ose një vetur nuk dia a kemi tash në treg si me 2 ulëse të azëm, ti me zonjën tënde do të udhëtoni, por fëmijët e juaj do të jesin jashtë. I bie se gjithë përfshirja e familjes së profetëve do të ishte e pamundshme, po të mos njihet edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje është në mënyrë të tërthort një përgënjeshtrim i vet atyre profetëve. Pse? Sepse Zoti mori një premtim për tyre. Wa idh akhadha Allahu mithaqahum. Allahu ka marrë zotim. Çfarë zotimi? Dhe ai për të mos e zgjeruar shumë, thotë nëse vjen një profet pas juve, a do ta kishit besuar dhe do ta kishit pasuar atë? A do të jepni për këtë zotimin tuaj? Ata gjithë thanë qalu aqrarna. O Zot, ne këtë e pohojmë dhe e pranojmë se ashtu do të ndodhë. A është një teori e thatë, ashtu duket, por ja që edhe praktikisht ndodhi. Ata një ditë jura të takohen dhe i ra që të falen së bashku.
nëzorën për Imam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo tregon se nuk është vetëm teori, ishte edhe praktika aty. Kjo praktik, kjo realitet i besueshëm, sigurisht i pamohueshëm për çdo kënd që e ka besu Zotin dhe i ka besu fjalët e tina. Çdo kush që tenton sot dalje nga Islami, largim, shmangje, në çfarëdo mënyre qoftë, ai bie se praktikisht po kërkon largim nga kjo bazë, nga kjo origjinë për cilën është kriju dhe me cilën është thirrë që t'i besoj? Me domos është dalje, arsyeja se kështu duhet edhe ta konceptojmë. Dalja nga origjina e Islamit, as se si nuk do të nënkuptoj se ti je tashmë me Isajin a.s. Ti mund të jesh me ata që pretendojnë se e duan Isajin. Dhe mund të ketë njerëz në përgjithësi, kushtimisht ta themi, ka mashtrues të mënyra të ndryshme që përdorin autoritetin e dikujt, përdorin për interesa ekonomike, interesa politike, interesa të tjera. Shembull po e marr. Familja Jashari nuk ishte në politikë asnjëherë në kuptimin si familje. Por të gjithë politikanët synojnë që të identifikohen me ta, për arsye se sakrifica e tyre për Kosovën i bën që të ndihen më patriot. Dhe është e vërtetë, dhe jo vetëm kjo familje, dhe jo vetëm këta individ, ose e merr për shembull presidentin Rugova, plot parti politike, ose thuajse edhe oponentët e tij politik, të kohës së tij dhe të kohës pas tij, tek varri i tij bëjnë homazhe, jo të nderimi vetëm, por në farë besatime që ne do ta çojmë rrugën tënde tutje. Pra, sikur duan të thonë se ai ishte i një subjekti politik, por ishte i të gjithëve. Pra, i ka takuar një familje, por ishte i të gjithëve. Dua të them se kur duhesh ti të identifikohesh me dikënd, është mirë të kesh parasysh zanafillën, është e vërtetë ajo apo. Nëse ti don të thuash se unë e pasoj Isajin a.s. Isai a.s. e pason Kur'anin, çfarë thuti tash? Isai a.s. do të zbres në tokë. Isai a.s. do të bëjë disa veprime, do të hajë disa ushqime dhe nuk do të hajë disa të tjera. Do të bëjë disa adhurime, nuk do të del imam. Do të thotë ai ka qenë profet me specifika jashtëzakonisht, i ardhur me mrekulli në këtë botë. Nëna ati zonjë e xhenetit, nuk është as nëna e pejgamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam, në atë shkallë që do ta ketë ajo. Pra, është njeri me shumë merita, por ai kur do të vinë në këtë tokë edhe një herë, nuk do të vi si profet, ai do të vi si pasues. Ai do të falet mas një imami që do të jetë në renditjen, po e them, të muftinisë Damasku të asaj dite, do të jetë imami i radhës dhe ai do të falet si xhamati. Kjo do të thotë shumë. Se ai nuk do të vjen për ta rrëmbyer një rol ose për ta vazhduar një mision, sepse ai është përmbyllur. Ai do të vjen si xhamatli, ai do të vjen si pasues. Andaj ti e do Isajin, por Isai po të braktis ty. Nuk e gjen që ti ku pi kërkon? Jo. Andaj si mund të jesh ti, sidomos thirrje për të thënë se po kthehemi tek boshti. Në bosht thrasim ne, feja muhamedane, sikur dëshirojnë ta quajnë disa, asesi nuk është feja më e re. Asesi. Dhe unë me shumë përgjegjësi edhe morale, edhe fetare do ta them, po të ishte feja islame feja më e re, unë sot do ta braktisja. Unë jam i kënaqur, unë jam në fenë e Ademit a.s., në fenë e njerëzimit, në përgjithësi, në fenë e gjithë profetëve radhazi, në fenë e gjithë profetëve të mëdhenj të Nuhit a.s., të Ibrahimit a.s., të Musait a.s., të Isait a.s. dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo i bie se tentativa për dalje i bie shmangje e tërësishme, ani pse emërtimet mund të dallojnë ose taktikat mashtruese mund të duken si të mira. Sigur nganjëherë disa vende që thirrën, ne kem edhe me, për shembull, njihet si kontinenti i Evropës si
në fetarisht kontinenti i krishterimit, apo? Por kush më tepër ka formësuar laicizmin dhe ka luftuar krishterimin se Evropa? Inkuizicioni, për shembull, kush e luftoi, cilët ishin shkencëtarët dhe fetarët që u luftuan ndërmjet vete dhe u bë shteti laik, për shembull, duke luftuar fen në këso format. Pra, e promovojnë krishterimin në një mënyrë, por e luftojnë vetë bazën fetare, s'ka nevojë për këso kamuflime. As fasada brenda cileve pastaj kush e di se çfarë më shihet. Hoxh, përmendem disa prej të përbashkëtave të gjithë pejgamberëve, pra nëse mund të themi boshtin e thelbin që është besimi. Por ne shohim se jo vetëm tek besimi, po tek morali dhe etika dhe forma e të jetuarit, të gjithë pejgamberët i kishin bazat e përbashkëta të kësaj jetese. A është edhe kjo një argument i cili i ndihmon domthonë kësaj të vërtete? Po të mos ishte kjo kështu, atëherë me të vërtetë do të kishim bëjmë me diçka që është as pak hynore. Më thuaj kështu, Zoti i pandryshueshëm, apo? I pa fillim, i pa mbarim. Njeriu ai që e krijoi Zoti. Mund të kemi ndryshime të aty paratyshme, të kopaskoshme në kuptimet të ndryshme, por jemi ata. Koncepti për jetën është ai, në kuptim, pra një pjesë të jetës në dynja do të ketë vdekje të tërë njerëzve, pastaj do të ketë ringjallje. Nëse kjo është kështu unike, Zoti, njeriu, jeta, atëherë pse të ketë morale të ndryshme? Pse të ketë etikë tjetër? Unë e them edhe një herë, pra praktika juridike mund të jenë të kohës, të nevojës, edhe ne, edhe në fen toni kemi ashtu, edhe në fen islame, ka gjëra që ndryshojnë sipas kohës, sipas vendit. Pra, Zoti e ka lënë këtë të mundshme në kuptimin e praktikave, por vetë adhurimet meri. Sa shumë këto ditë edhe është lexuar dhe do të lexohet ajeti i agjerimit që dikush mund të thotë na lodhet me këtë që aq shumë po përsëritni, sikur që ishte obliguar dhe për të tjerët para jush. Pra Allahu xhalla xhelaluhu po tregon me agjerimin që nuk jeni të specifikuar, nuk është adhurim vetëm i juaj. Dhe nëse mendoni se jeni të lodhur me këtë detyrë, ta keni parasysh se edhe të tjerë janë lodhur para jush. Edhe të tjerë para jush e kanë provuar. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Edhe do të falem, edhe do të jap zakat sa të jem gjallë, tha Isa alayhis salam. Pra boshtet edhe të adhurimeve. Haxhi pastaj. Kush urdhrua që t'i thras njerëzit në haxh? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo. Ibrahim alayhis salam. Pastaj thirrën të gjithë profetët pas tij për haxh, politeistët bënin haxhin. E lërë pra ata që u thirrën në besim fetar për shkak se e trashëguan nga Ibrahimi alayhis salam gjenerat pas gjenerate dhe e dinin se duhet të shkohet një herë në vit për ta vizituar një shtëpi e cila për herë të parë është bërë për adhurim për njerëzit pra që të adhurojnë Zotin. Me fjalë tjera, morali, bazat e moralit, e mira dhe e keqja, nuk ka arsye që të ndryshohen. Mund të ndryshohen trajtesat të caktuara, por jo bazat e tyre. Pra besnikëria është besnikëri, mashtrimi është mashtrim. E mira është e mirë, e keqja është e keqe. Njerëzit që t'jetojnë në paqe është dashamirësi, mëshira, dashuria, respekti. Pastaj të kundërtat e tyre, njerëzit të bojnë luftë, njerëzit të urrehen, njerëzit të mos solidarizohen, të jenë egoistë e tjera, nuk janë këto të njerëzve dhe këto të gjithë profetët i patën bazat e tyre dhe në fakt edhe për këtë gjuha e tyre të tregon. Praktika edhe në ahiret edhe gjatë udhëtimit të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe Miraj të tregon se këta e njohin po atë gjuhë. Kjo i bie sikur ti kur
ke shku në studime dhe ke taku një Afrikan të zi, një Evropian të bardh, një Amerikan atje, një Aziatik në anën tjetër, vetë namazit të bashkon. E sheset gjithë dini të mërë një abdes njësoj, mënyrë unike, dhe abdesi është pa gjuhë. Edhe pse s'ke ditë me folë, pra kanë folë gjymtyrët e tua. Komunikimit. Gjymtyrët e tua kanë qenë njëjta. Ti e ke dëgju imamin se po thot drejtorin safët, por nuk e ke kuptuar. E ke kuptuar se tash është koha që të radhitem në saf, sepse është praktike e njëjtë. Por duhet të them se pse biseda muhabetit shkon me dikën, se e ke të njëjtën logjikë, e ke të njëjtën mënyrë të menduarit, pra me njerëz që të mirë si thënë të mirë, të keqe si thonë të keqe, shumë let kuptohesh. Problemi është i përmbysëse se këtyre. Po flasim për këtë unifikim, edhe të besimit, edhe të normave të moralit, të ciljes, edhe të edukatës njeriu në jetën e kësaj bote, duke u bazu në këtë bazë se vjen nga të gjithë pejgamberët e Zotit. Sa duhet, ose si duhet të na shërbej ky kuptim, jo vetëm në raport me shpeshherë ndoshta edhe me të tjerët që dallojmë në besim dhe dallojmë në koncepte të ndryshme, por shpeshherë ne nuk mund të unifikojmë edhe radhët tona, edhe nuk mund të unifikojmë edhe dallimet tona të, po themi, të brenda llojit. Pra sa duhet të na shërbej ky unitet dhe unifikim që të ne të unifikojmë pastaj disa problematika ose disa dallime të cilat megjithatë nuk janë problematika ose dallime të cilat duhet të na shkaktojnë shpeshherë këto të lashët cilat na shkaktojnë. E vërtet është. Ju nuk jam shumë çaji, ndoshta keni kuptuar dhe nuk po më jepni shumë rast për pi çajin edhe pse ke thonë që jem bisedë çajit, kadal, bisedë. Kam dëshirë bisedë ngadalshme, po ti ke bërë pyetjen, po kjo është shtrydhje e gjithë shkollës tënde, edhe times. Kjo nuk është pyetje. Kjo është koncept, kjo është jetë. Kjo është për të tregu kur njeri arrin të kuptoj misionin hynor, pse kemi ardhur këtë botë. Kemi ardhur të përqahemi, të mos duhemi apo të adhurojmë Allahun. Nëse këtë e kuptojmë se unë me tjetrin, me dallime, kem një Zot dhe jemi të thirrur që atë bashkë të adhurojmë. Atëherë kur unë dhe ti kem menduar se këtë rrugë kemi gjetë me metodën, me fenë, me besimin metodë, pra feja në këtë rast është rruga që të çon drejt Zotit, edhe tash na e kem të njëjtë këtë rrugë, mirë po mos pajtimet ekzistojnë, thuaj se edhe më të mëdha dhe më të polarizuar ndonjëherë jem se sa me këtë tjetrin që këtë programin në fakt nuk e kemi të njëjtë. Unë po të isha në mënyrë imagjinare, po them, po të ishte një zyrë në botë, po të ishte ai baba i botës, ai që ju thesht të gjithë njerëzit, dhe që ai në një mënyrë pra të pa anshme do t'i thriste të gjithë njerëzit me ngjyrimet e tyre të ndryshme për të ardhur në një konferencë të unifikimit. Këta që janë të përqarë në fenë e tyre nuk ju kisha dhënë të drejtë absolutisht të marrin pjesë në atë fallë konferencë. Më thonë është një punë të juve herë. Sjeti për mu marrë me punë ndërkombëtare kur punë kombëtare nuk i ketë mira. Sjeti për marrëdhëniet e jashtme kur marrëdhëniet e brendshme i ke katastrofë. Nuk e ketë të kuptuar mjaftueshëm se ne jemi njerëz para se me kuptu kur ne ishim edhe njerëz dhe musliman dhe prap nuk e deshtëm njëri tjetrin. Si është e mundshme kjo kur na vjen nga një herë në për situata dhe data të caktuara, të pretendohet dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej teje dhe meje, po për mënyrën se si e manifestojmë ne, jo që shpreh mos pajtime, sa ato do të jenë të mundshme.
Mospajtimet janë të mundshme, po e them. Ne po bëjmë një dasëm për djalin ton, për vajzën ton, por ti dhe bashkëshortja, unë dhe bashkëshortja në këtë rast, mund të mos pajtohemi për numrin e musafirëve, kënd do të aftojmë. E rëndësishme është që për dasmë jemi të pajtueshëm. Unë nuk po them pra për mënyrën e dashjes dhe manifestimit të dashurisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mund të mos pajtojmë. Mund të mos unifikohemi për këtë. Por pse të urrehemi më pas? Kur esenca është apo e dua unë më shumë apo ti, hajtë se dytë po e duam. Ka hapësirë për të gjithë? Gjithë, sa është i gjithëve. A është i gjithëve. Dhe është shpesh herë dëshirojmë të familiarizohemi nga njëherë me profetin, me fen, të marim përsipër gjithçka që Zoti nuk ta ka dhënë shumë atë hapësinë, kur ai është i gjithëve. Ai është wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Lil alamin. Ja, lil alamin. Allahu nuk e dërgoi mëshirë vetëm për muslimanët, pra. E dërgoi mëshirë për gjitha botët. Madje jo vetëm për gjitha botët, për njerëzit e gjitha epokave, po për gjitha botët, pra edhe për botën bimore, për botën shtazore dhe për botën njerëzore me prioritet. Andaj do të jepen këto provime të brendshme nga të gjithë. Nëse nuk jenë në gjendje ta duash atë që është në vijën tënde me dallimet e tua që mund të jenë të pranueshme dhe mund të jenë të qëllimshme, të tolerueshme nga Zoti i Madhreshëm, atëherë pse ti bësh kaq i ngurtë në çështje të tilla që Zoti nuk të ka lënë hapësinë për to, e aq më tepër pastaj ti të më falësh për çështje madhore ose për çështje globale ose mbar njerëzore ose tema të tilla të mëdha. Një temë që ndoshta meriton një trajtim të veçantë për shkak të rëndësisë dhe për shkak të fatkeqësisht ndoshta të prezencës jo të rrallë të fenomeneve dhe të realitetit ton, kjo çështja e këtyre dallimeve të cilat çojnë deri në të i kalim të kufeve dhe të komunikimit pastaj edhe të ndoshta edhe të një lloj armiqësie. Jemi pothuajse në fund, që jemi në fund edhe pak çaj mundesh me Bismillah, po. Hurmet për kur i kemi? Hurmet po zakonisht çelet e iftarit me to, besoj që te ke çelë iftarin më herët. Madje jam shumë i ngopur. Edhe në sefer ndoshta pak. Me që jemi në Ramazan edhe e përmende pak më herët për shkak se Ramazani megjithatë është një lidhje e përbashkët me të gjithë pejgamberët dhe një shenjë e lidhshmërisë, qoftë besimi, qoftë praktikës me të gjithë pejgamberët, kjo na mbetet edhe se një lloj mesazhe dhe porosie, si duhet ta shfrytëzojmë dhe si duhet ta përdorim muajin e Ramazanit, ato momentet e përbashkëta, mesazhet që cilat jep Ramazani, që ta kuptojmë edhe që Ramazani është një nga adhurimet që na lidh me të gjithë pejgamberët, por edhe të unitetit tonë të përbashkët. Në fakt detyrat të cilat përcaktohen ose mund të jenë të ditshme, pse janë, ose mund të mos jenë të ditshme dhe ne, sidomos të adhurimet, ne obligohemi që t'i përfillim urdhat e Zotit dhe ashtu qysh janë. Disa prej adhurimeve të jedin se kanë gjenezën e tyre, kanë përngjasimin e tyre. Për shembull, e di momentin se kur vrapuan njerëzit duke bërë tavaf. Dhe kur zbuluan krahët e tyre. Dhe ajo është bërë normë. Kur gjuajtën guralec, dhe pse gjuajtën? Dhe ajo është bërë normë, të kryen haxhin dhe ajo është tash detyrë. Pse qëndruan në Arafat dhe pse në Muzdelife? Ajo është tash më normë. Pra mund të kenë arsye, por ti kur i kupton, do ta realizosh pra atë që është kërku prej teje. Po ka nga njëherë prej detyrave që ti nuk i kupton dot. Ti nuk e di kur pse shtatsjellje në tavaf. Pse nga ana e majtë të mbetet qabja e jo nga e djatha. Nuk do ta kuptosh, se nuk është shumë rëndësi. Pse janë dy sejdë e nuk është vetëm një sikur që është rukuja në një rekate. Mirë po, kur i kemi të qarta qëllimet, atëherë ne duhet të mos lypim shumë arsyet ime, po se po, por edhe
a më është pranuar kjo vepër, ti shumë thjesht është, që t'ja provën. A është realizuar ajo që ti ke synuar me atë. Pra, nëse Allahu na thot për agjerimin la'allekum tattaqun, agjeroni, thoni egos i jo, luftojni trupin, materien me shpirtin, le të tregohet e përsia e shpirtit mbi kërkesat, ti them, njerëzore ose shtazarake, se njeri ka anën e shtazarakis në vetë vete, kur jem të përbashkët me krijesat tjera, hamu, shlemi, tjera, shtohemi. Pra, kurse tek shpirtërorja ti je me lajket, je me... Atër le dominoj ana jote, hynore mbi anën tënde djallëzore. Se këto dy etiketi, u hedejnahun në gjdejnë. Allahu tha ne, ja dham ati dy rrugët. Deri sa ja dham dy rrugët, kur nuk kem fëmi, guxojmë edhe kështu ta lëm, deri sa i ketë dy rrugët të trasuara dhe të dhëna, të mundshme prej Allahut xhelle xhelaluhu, atëherë mjeshtria është se cilën ti po zgjedh. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ju dha mundësia kur ishte e lejuar që të merrte një gotë me verë dhe një gotë me qumsht. Por për të treguar se ai njeri edhe me anën e tij të brendshme ishte i edukuar mënyrë hynore, zgjodhi qumshtin. Ajo krejt më vonë do të bëhet e ndaluar vera të konsumohet alkooli prej muslimanëve, pra ai zgjodhi qumshtin. Pra ka zgjedhur në mënyrë hynore që është e dobishme. Dhe i është shpang asaj që është e dëmshme. Pra kjo i bie se ne me agjerimin tregojmë për kushtimin tonë ndaj Zotit, me agjerimin tregojmë se kjo ana e dynjas nuk duhet të mbizotrojë në anën tënde të tjetuarit, pra ti je më solidar. Është shumë interesant. Ne pas pasurisë duke u dhënë, luftohemi, apo. E dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte i gjymert, jepte. Nuk i bënte në përgjithësi përshtypje dunjaja, por më së pakti i bënte përshtypje në Ramazan. Pra i bie që sikur i dukej po çfarë është ky mall që kam pas vete, dhe njëri këtë e kupton sidomos kur shet dikon se ka vdek. Gjatat mundi, gjatat angazhim, gjatat lodhje, gjatat grumbullim të pasurisë, në një moment të caktuar asgjë nuk ishte vlerë. Fjala e mirë për të, sadakaja për të, është ajo që përmendet, ndërkaq pasuria, sikur që është thuar në hadith, të caktuar, ajo që është mbet nuk është e tij. Ajo që është dhënë është e tij, se atë ka marrë me vete, se është shndruar në vepër e kështu me radhë. E pra i bie që ne me agjerimin sidomos tregojmë universalitetin dhe gjithë përfshirjen se jem me gjithë profetet, jo vetëm me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Zoti na mësoft me i dashur, me respektuar dhe me kanë bashkë me të gjithë në xhenetet e Zotit. Amin ya Rabb. Amin. Me gjithë juve. Ishte kënaqësi. Kënaqësia dhe jo. Faleminderit shumë. Mendet shumë. Shikues të dashur, të gjithë pejgamberët ishin musliman. Kjo nuk është një pretendim, është një fakt i argumentuar me fjalën e Zotit dhe në histori. Ajo që na mbetet neve është të ju përngjajmë të gjithë atyre, të duam, të respektojmë dhe të bëjmë dua që mësimet e tyre, qoftë mësimet e besimit, qoftë mësimet e moralit dhe praktikës, të jenë pjesë e cila na identifikon secilit prej ne. Kishte kënaqësi që sonte me neve ishte hoxha i nderuar Muhamet Derbaku. Zoti ju shpërbleft, deri në takimin tjetër, Zoti ju pas mëshirën dhe rahmetin e tij.